kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kur as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik, pasi unë nuk kam kundërshtarë të tjerë, dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokuror e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu si që kam bërë dhe unë. Dhe se cili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar pa qenë indikuar nga gjyqet publike, nga gjysmë të vërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muash ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe.